Horoskopi ditor, e Mërkur, 19 nëntor 2025. Dashi, keni ndërsjellje të mendimit dhe ndjenjave sot ju që jeni një marrëdhënie në çift. Nuk dini se çfarë të bëni në këtë udhkryq të çuditshëm. Beqarët, edhe pse do të bëjnë çmos për të arritur qëllimin e tyre, nuk do t'ja dalin dot të bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Financat do të arrini t'i stabilizoni. Demi, sot do t'jeni shumë të ndikueshëm nga ana emocionale ju të dashuruarit, mbase ka të bëjë me lëvizjen e planeteve në shenjën tuaj. Beqarët do të jenë të përqendruar tek gjëra të tjera më të rëndësishme për ta dhe nuk do e kenë fare në plan dashurinë. Financat do të mbeten gjatë gjithë kohës të ekuilibruara. Minjakët, sot nuk do të kënaqeni me atë çka ju ofron partneri apo partnerja. Ju do të kërkoni më shumë dhe kjo do të ndezë një debat të fjetur. Beqarët nuk duhet të ndërmarrin hapa të nxituara për të ardhmen sepse situata mund t'ju dalë edhe jashtë kontrollit. Edhe financat nuk do të jenë të mira dhe nuk do të mund të mbani situatën nën kontroll. Gaforia, çdo impenjim i ditës sot do e zhvilloni në qetësi të plotë. Sot gjithçka do të rrjedhë qetë dhe pa ndonjë emocion të çuditshëm për ju të dashuruarit. Beqarët do të shfrytëzojnë të gjitha takimet për të ndryshuar statusin, pasi sot ndihen më të sigurt se kur më parë në hapat që do të edhin. Financat do të jenë problematike, bëni kujdes. Luani, krenaria juaj e sëmur do të ketë pasoja në marrëdhënien tuaj në çift. Problemet do të thellohen çdo ditë më shumë. Beqarët nuk do të duan të ndryshojnë statusin dhe do i marrin si argëtim ftesat për takime. Financat do të vinë duke u përmirësuar fal menaxhimit tuaj të mirë. Virgjëresha, sot keni në mendje një projekt të rëndësishëm që doni ta bëni realitet sa më shpejt. Do të kërkoni ndihmën e partnerit. Beqarët do të tërhiqen shumë nga një person dhe do të besojnë te dashuria me shikim të parë. Financat duhet i menaxhoni me kujdes për të mbajtur situatën gjithkohës nën kontroll. Peshorja, dita do të përshkruhet nga kreativiteti dhe do të merreni me aktivitete kaq të këndshme kulturore që i kishit lënë kohët e fundit pasdore. Pranë jush do të jetë dhe njeriu i zemrës. Beqarët do të kenë takime pafund gjatë ditës së sotme, por do të jenë vetëm për aventura kalimtare. Financat nuk paraqiten problematike. Akrepi, një ditë e mbushur me emocione për të dashuruarit. Pavarësisht se do të nisë me shumë punë dhe lodhje, mbrëmja me një darkë romantike me partnerin do t'ju relaksoj. Beqarët nuk duhet të rrezikojnë shumë për të ndryshuar statusin sepse mund të lëndohen. Në planin financiar, fal menaxhimit që do të bëni, situata do të jetë e qëndrueshme. Shqitari, kjo ditë nuk ngjan fare me ditët e rëmujshme që keni kaluar ju të dashuruarit. Do të shihoni çdo moment të saj sepse ju mungonte qetësia. Beqarët do të jenë mjaft charmant sot dhe do të tërheqin pas vetes shumë persona, ndërsa në planin financiar do të dini t'i menaxhoni mirë të ardhurat tuaja. Bricjapi, dita sot do të jetë mjaft produktive dhe do të mbyllet nga një mbrëmje këndshme në shoqërinë e mirë të partnerit. Beqarët nuk duhet të dorëzohen, por të jenë më të vendosur për të ndryshuar statusin. Në planin financiar, situata do të jetë e ekuilibruar. Ujori, keni probleme në përditshmërinë tuaj dhe kjo gjë ju shqetëson. Edhe pse jeni një shpirt i lirë, sot dëshirojnë t'ju robrojnë partneri apo partnerja. Beqarët do të kenë shumë kërkesa për personin që duan të kenë krah dhe do të vazhdojnë të mbeten vetëm. Dielli do të ndikojë pozitivisht tek financat. Peshqit, energjia pozitive dhe prania e partnerit apo partneres do të bëjë që kjo ditë të eci shumë mirë dhe ju vetë të jeni gjatë gjithë kohës në buzëqeshje. Beqarët do të kenë një ditë të veçantë dhe të mbushur me takime emocionuese. Në planin financiar do i keni ide të qarta dhe do dini si ti menaxhoni të ardhurat tuaja.